Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin Bord. Nga shqetësimet dhe problemet më të mëdha që bien mbi problemet shoqërore në Kosovë është edhe migrimi. Për të diskutuar lidhur me këtë fenomen, kemi të ftuar sonte sociologun Edona Salihu. Përshëndetje zonë Salihu, faleminderit që gjatë kohës jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit Resem, përshëndetje edhe për ju edhe për krejt shikues të televizionit Arbëria. Migrimi është fenomen shoqëror që ndodh në çdo vend të botës. Njerëzit shfrytëzojnë të drejtën të kërkojnë më të mirën, duke udhëtuar nga vende në vend, nga vendet më të zhvilluar në vendet të ndryshme, por ajo që vrehet më shumë të janë tek vendet e varfra që kërkojnë një jetë më të mirë dhe mirëqenie. Si shihni këtë migrim që po ndodh në Kosovë, ku shifrat janë alarmante, si fenomen shoqëror? Po, atëherë fillimisht unë nuk e kisha konsideruar ndoshta si fenomen shqetësues apo alarmant, për vetë faktin që migrimet dhe lëvizjet e popullsisë, domethënë, kanë ndodhur gjithmonë, pra nuk është kë një fenomen i ri. Lëvizjet e njerëzve kanë ndodhur qysh prej filleve të para të njerëzimit, varësisht prej konteksteve dhe kushteve, pra edhe jo veç cekët, që i kanë kërkuar për një jetë ndoshta më të mirë. Normalisht nëse analizojmë kontekstin kosovar, atëherë si piknisje ndoshta kisha me unis prej viteve 60-ta, atëherë kur edhe ka fillu kjo valja e migrimeve, edhe kur është bo që ajo, kur janë ndonë fakt që ato migrimet e rregullta, pa rregullta dhe detyrueshme në një farë forme, te këto migrimet e rregullta zakonisht kanë ndodhur për shkaqe ekonomike, për kushte domethënë më të mira, edhe mandej këto migrimet e pa rregullta, pra kanë të gjithë e dim situatën politike që ka qenë në Kosovë, edhe për me vazhdu për migrimet kisha mi qujt dëdhënshme, të cilat kanë ndodhur sidomos gjatë periudhës viteve 98-99, ku shumë shqiptar pra u detyru në dhënshëm me u largu prej Kosovës. Mirë po, pavarësisht kësaj, domethënë, e thash edhe më herët, nuk është një fenomen i ri. Domethënë, lëvizjet e njerëzve kanë ndodhur, po ndodhin dhe do të vazhdojnë me ndodh, po normalisht që duhet me i pa një farë forme dhe me i analizu të dyja anët, qoftë aspektin pozitiv, qoftë aspektin negativ. Megjithatë, ndodhin migrimet, por janë shifrat ato që janë më alarmante, për faktin që ne po e largojmë aspektin e luftës, po flasim në rrethana më ndryshme të ekuilibruara shoqërore. Flasim për vitet 90-ta, 90-99 deri në luftë, ka qenë një fenomen i cili ndoshta ka pas represion. Varfëria ka qenë më e madhe, gjendja sociale ka qenë jo e nivelit të duhur, por nuk ka pas migrim të tillë si pas luftës, posaçërisht në vitet e fundit, ku me qindra mira njerëz largohen që ndoshta edhe jo çdo herë i shtyn gjendja ekstreme varfër. Po, realisht përveç zakonisht si shkas ndoshta me qujt për migrimet mirën, zakonisht varfëria, gjendja jo e mirë ekonomike, mirë po sot, nëse flasim për ditët e sotme, nuk është domethënë ky qëllimi kryesor pse njerëz ndoshta migrojnë, ka qoftë qëllime personale apo qëllime për një karrierë më të mirë, edhe për shkak se sot në epokën në cilën po jetojmë, normalisht që kemi më të lirë lëvizjen prej vendit në vend, fatmirësisht tashmë nuk kemi edhe viza, domethënë kemi liberalizimin e vizave, edhe njerëz po shkojnë, po e provojnë, pse jo. Pavarësisht që ata shumica prej tyre ndoshta
nuk po kthehen në Kosovë, mirë po prap se prap ata munden edhe po besoj që janë duke kontribu prej atje, dhe më thonë për Kosovën. Cilat janë faktorët që po i nxisin, që po i shtyn të largohen nga vende? Po zakonisht ne fenomenin e migrimit mundohemi me analizu në bazë të çatyve faktorëve, poshtë edhe pull faktorëve që janë faktorët tërheqës edhe shtytës, që ata faktorë të shtytës pra që e shtyn individin me u largu prej vendit, pra e cekën, pra varfria, papunësia, kushtet jo të mira, dhe në anën tjetër i kemi edhe pull faktorët, pra faktorë tërheqës të cilët i tërheqin njerëzit në vendet e tjera. Ajo që ka mujt me pa realisht edhe me vrejt është që sot në Kosovë ndoshta nuk migrojnë njerëz vetëm për shkak të papunësisë, po edhe për shkak të çati stabilitetit social, edhe kushteve ndoshta më të mira, edhe domethënë ka arsye nga më të ndryshmet. Ka raste të ndryshme, por ka dhe raste të cilat nuk dinë se çfarë jete do të gjenë, çfarë pune do të gjenë, por është një efekt social, një efekt shoqëror që po shkojnë një pjesë, po shkoj edhe unë të provoj. Është një lojë me të ardhmen për familje shqiptare, për raste të ndryshme të cilat ndoshta nuk mund të gjejnë mirëqenie më të mirë se sa në vendin e vet. Po, realisht ka të tillë, edhe po besoj që gjithsecili kemi mujt me pa raste të tilla, qoftë në familje apo në shoqëri, të cilët kanë shku një farë forme, kanë provu, por thjesht nuk kanë mujt me u ambientu dhe edhe janë kthy. Më thonë është që kjo teoria e rjetëzimit, që sidomos ne shqiptarët e kemi kështu pak më të fokusume. Ne e dim që sidomos në vendet si Gjermania, Zvicra, kemi shumë shqiptarë atje, familjarë të cilët jetojnë dhe normalisht ata përmes kësaj teorisë së rjetëzimit, domethënë e tërheqin njëri tjetrin, domethënë shkon një antar i familjes edhe pastaj e tërheq tjetrin edhe kështu një farë forme shumica prej tyre nuk është që nuk ambientohen, domethënë ne kemi pa edhe komunitetet të cilat ata i formojnë atje edhe qysh mundohen me ruaj qatë identitetin e tyre përmes gjuhës edhe përmes simbolikave të ndryshme, po që prap se prap, domethënë secili migrim, po normalisht që ka efekte. Një prej efekteve ndoshta ma të theksuara është tek institucioni familjes, domethënë ndryshimet që ndodhen brenda një familje shqiptare në momentin kur një antar i familjes largohet nga familja. Në këtë rast po e marrim në qoftë se burri largohet nga familja, atë normalisht që kemi me pas qasi ndryshime në rolet brenda vetë familjes edhe brenda antarëve. Domethënë në këtë rast gruaja është ajo e cila e merr qatë barën e bashkëshortit. Edhe një farë forme struktura e familjes domethënë ndryshon edhe me ndryshimin e strukturës familjes normalisht që ndikohen pastaj në të gjitha strukturat edhe krijohen që ato dinamikat sociale. Shumë shtresat të ndryshme të shoqërisë. Po flasim çdo herë për shoqërinë tonë që migrojnë. Kemi një shtresë të ngritur, intelektual, me profesione të ndryshme, me theks të veçantë nga mjekësia, edhe largohen nga vendi për një mirëqenie dhe punë më të dënitetshme që gjen atje. Po ashtu kemi një shtresë tjetër, të cilën nuk duhet ta mohojmë, punojnë, punëtor krahu dhe vjetojnë, por me të ardhra më të mira. Si është përfaqësimi këtyre dy shtresave në vende të ndryshme? Sa përfaqësojnë veten, sa përfaqësojnë vendin nga migrojnë? Po normalisht kjo çështja e përshtatjes atje të individit, normalisht që ta imponon një farë forme dhe profesionit të cilin te e ki. Njerëzit, po e them kushtimisht, kështu më që kanë profesione që ushtrojnë profesione më të larta, normalisht që ata adaptohen shumë ma lehtë atje edhe e përfaqësojnë pikë së pari veten e tyre më mirë, pastaj edhe vendin prej nga vinë. Këtu po du me përmen normalisht edhe çështjen e gjuhës,
për dallim prej kësaj pjesës tjetër të cilët të veçeceke që janë punëtor krahu, këta shumica domethënë prej tyre të gjithë e dim që realisht nuk është që edhe e dinë edhe gjuhën shumë, edhe normalisht që ata gjenden në një situatë nështë pak më të pafavorshme atje, mirë po prap se prap, kur është puna të çështja ekonomike, ata detyrimisht nështë qëndrojnë atje dhe punojnë derisa të munden, sepse dim që nuk është që munden nështë shumë gjatë me vazhdu punën atje në ato rrethana, edhe mandej ato të ardhurat të cilat ata i marrin atje vinë dhe kontribojnë fillimisht te familjet e tyre dhe pastaj në hapjen ndoshta ndonjë biznesi apo diçka tjetër. Si shihet në aspektin social, në aspektin shoqëror, kur një familje migron nga vendi vet, migron për të jetuar në një vend tjetër, por lidhjet e tina i ka ekstreme me vendin ku jeton, edhe rrallë herë apo fare nuk diskutohet që në një farë forme po e cënon identitetin e vetë shtetëror dhe kombëtar. Mundohet të ruan bile-bile, shumë më shumë paraqitet në atë aspektin kombëtar, në atë aspektin shtetëror që nga vjen. Po në anën tjetër, migron me dëshirë. Po, realisht individi mundohet me kriju qatë identitetin social varësisht prej grupet në të cilën bën pjesë. Normalisht që personat, familjet këtë rast të cilat migrojnë atje, e kemi pa që tentojnë me çdo kusht me mbajtë qatë lidhjen me këtë rast me Kosovën, qoftë në aspektin emocional, kulturor apo ekonomik. Për shembull, nëse ndalemi te aspekti ekonomik, ne shohim remitencat të cilat ata i dërgojnë, domethënë përmes tyre ata tentojnë me mbajtë qatë lidhjen që e kanë me Kosovën. Në anën tjetër, përfshirja e tyre në aspektet politike, e kemi pa dhe kur ka qenë zgjedhjet, në fakt kur kanë qenë. Do të thonë, ai insistimi i tyre pavarësisht disa zërave që diaspora nuk ka pse me votu në Kosovë, do të thonë, ata kanë tentu që me çdo kusht me rujt qatë farë lidhjen që e kanë me vendin e tyre. Kjo një farë forme tregon që ata në fakt e jetojnë një jetë të dyfisht. Do të thonë, janë që ajo është e vërtetë që janë që ajo ura lidhse mes Kosovës edhe vendit ku ata jetojnë, mirë po prap se prap do të thonë është kogja sfiduese. Do të thonë që ajo pjesa e përshtatjes edhe ambientimit. Ne kemi pas sidomos në familjet shqiptare të cilat jetojnë atje, do të thonë qysh mundohen me ruqat gjuhën, traditat edhe simbolet shqiptare, sidomos me au përcjell fëmijëve të tyre. Kjo është nuk kisha me qujtë nështë një lloj traume, po për fëmijët për shkak që ata rriten në një shoqëri krejt ndryshe nga ajo çka e përjetojnë, domethënë brenda vetë familjes. Po kjo normalisht është aspekt pozitiv për shkak që prindërit e tyre domethënë mundohen që mos me leju fëmijët e tyre që me harru një farë forme preardhjen e tyre. Sa është sfiduese apo e pamundur ta themi rrujtja e identitetit të vet nga vinë për fëmijët, sepse duket që një nga brengat e prindve është asimilimi, që thirret asimilim për fëmijët e tyre, ku kanë të bëjnë me një rreth tjetër krejtësisht, me një vend tjetër. Sa është sfiduese kjo dhe rrugja kësaj? Po, realisht është kogja sfiduese, edhe në fakt ne kemi pa, sidomos gjatë kohës së verës kur vinë mërgjimtarët këto, edhe e kemi pa sidomos në për intervistat ndryshme kur fëmijët e mërgjimtarëve i kanë marrë në përpyetje, edhe një farë forme, dështa është pak e vrajshme e qujtë, po dhe i kanë bullizu për shkak që dështa nuk kanë ditë shumë mirë me folë shqip, ose nuk kanë ditë disa elemente të vendit prej nga vinë. Dhe me thonë që kjo është qaj farë
si me qujt, që ajo mënyra që është prindrit tentojnë, dhe me thonë që me çdo kusht me e rujt, sepse është shumë e vështirë, për shkak që fëmijët sot më spaku, ndoshta shumicën e ditës nuk e kalojnë në familje. Përderisa në të kaluamën familja ka qenë qaj institucioni bazë ku fëmija e ka marrë që atë edukimin, sot nuk kisha me thonë që mbetet gjithë bara, dhe me thonë vetëm të familja, për shkak që fëmijët më spaku, dhe me thonë rrinë me familjen. Dhe me thonë gjatë gjithë ditës si kemi në për shkolla, edhe është pak problematike, dhe me thonë mënyra e sjelljes, mënyra e komunikimit, ndryshon, dhe me thonë jashtë shtëpis me mënyrën e jetesës brenda shtëpis. Një element apo një tentativë që bëhet nga prindërit, e cilët kanë migruar me vite, me dekada, është që mundohen t'ju imponojnë vendlindjen. Fëmijë që është i lindur në një shtet evropian po morëm, vendlindja tyre është vendi ku ka lindur, Gjermani, Zvicër, Austri, apo ku ta diun, ndërsa prindi mundohet t'ja imponon vendlindjen e tij që ka qenë Kosova. Se shihni në aspektin social. Po kjo është ajo frika, do të thonë, veç e cekë marret frika prej asimilimit edhe frika që nesër fëmijët nuk kanë me njoft ose nuk kanë me pas dëshirë me ardhë në Kosovë. Edhe kanë me harru, dhe me thonë, kanë me harru rranjët e tyre prej nga vinë. Kjo varësisht edhe prej moshës, do me thonë, kur individi migran. Për shembull, moshat pak që janë më të shtyra, ka raste kur edhe një farë forme ata nuk dojnë me u ambientu në qatë mënyrë tjetës atje. Ndoshta nuk munden. Nuk munden për shkak që është pak më e vështirë, ndoshta për shkak të moshës me mësu gjuhë, me mësu. Po ka të tillë që edhe nuk dëshirojnë, sepse thjesht dëshirojnë me mbajt ato vetën. Po në anën tjetër edhe në qatë aspekt, dhe me thonë mundojnë që fëmijëve të tyre me një farë forme me ua imponu. Dashurin edhe me ja imponu Kosovën. Sa mund të zgjatë kjo lidhje me vendin e vetë, sepse vjen një kohë e cila në një farë forme ose tjetër do të thotë përjardhja ime është nga Kosova në këtë rast. Sa mund të zgjatë kjo lidhje emocionale që kanë me vendin, mërgjimtarit tanë? Po varet prej faktorëve, sepse normalisht nëse po e zëm, nëse një familje shqiptare vjen çdo verë në Kosovë, normalisht që ka me mbajt atë lidhjen. Po në momentin që nuk ka vizita të rregullta, për shembull në Kosovë, atëherë normal që fillon me uzbe. Sidomos gjenerata e parë ose e dyta, prej gjeneratës dytë e tutje, do të thonë është tejet e vështirë me mbajt qatë lidhjen me Kosovën. Numri i madh i të migruarve jashtë vendit ka kalu shifra marramense. Edhe ky numër është bërë faktor edhe vendimars, faktor i cili shpeshherë ndoshta hapur nuk thuhet, por në për rrethet të ngushta thuhet që diaspora nuk duhet të vendosë për fatin e qytetarëve që jetojnë në këto. Ato ta shihni një konflikt, s'po them konflikt, një debat në mes drejtës së vendosjes nga jashtë dhe atyre që jetojnë nga brenda. Realisht unë nuk pajtohem me këtë aspektin që mërgjimtarët tanë mos me mujt me votu në Kosovë, sepse konsideroj që është një lloj përjashtimi që atyre ju bëhet, sepse tek e fundit shumica prej tyre kanë lind këto. Edhe po besoj që ndoshta shumica prej tyre, sepse veç e kemi pa dhe prej praktikave, në momentin kur dalin penzion kthehen në Kosovë. Edhe kontributi i tyre është jashtëzakonisht i madh, si prej remitencave të cilat ata i dërgojnë, edhe prej të gjitha të mirave që ne i kemi prej tyre. Me thonë, unë veç kisha mendu, po mendoj që është një farë ure lidhse dhe një kontribut të cilat ata e japin për vendin e tyre, sepse tek e fundit Kosova është vendi i tyre. Kemi por mërgjimtar, njerëz të cilët kanë
punuar dhe punojnë në shtetet perëndimore që tani kanë ngritur biznese, kanë ngritur kapital. Por nuk kemi po njerëz në numër më të madh që investojnë në vendin e tyre. Kanë një rezistencë, një realitet që një farforme kanë një lloj frike që do të humb kapitali. Pse ekziston kjo frikë nga njerëzit tonë të investojnë në vendin e tyre? Po realisht, po mendoj që kjo është edhe arsyeja pse ata janë largu prej. Do të thonë është ajo paqëndrueshmëria ekonomike dhe jo stabiliteti social të cilin e kemi në vend. Do të thonë unë edhe më herët e thash njerëz sot nuk largohen ndoshta nga Kosova për shkak që nuk ka punë, sepse realisht punë ka, po nuk ki stabilitet, nuk ki qëndrueshmëri. Do të thonë nuk ki kushte të mira të punës, tash edhe do të thonë liria individuale dhe gjitha këto do të thonë të drejtat individuale kanë shpërfaq, do të thonë edhe njerëz gjithnjë më shumë janë vetëdijsu, edhe përveç asaj pagës, do të thonë ata kërkojnë edhe kushte më të mira, të trajtim më të mirë në fakt në punë. Edhe këto fatkeqësisht na nuk ekzistojnë. Edhe realisht po mendoj që për çat arsye dhe nuk e marrin mundin ndoshta me hap diçka të tyre në këto. Një element tjetër që shihet, tham edhe më përpara që ka pas edhe ka kadra që dalin edhe tregojnë zotësinë e tyre intelektuale dhe biznesore në vende të ndryshme. Sa është në aspektin social ky përfaqësim për Kosovën, ku shohim në vende të ndryshme tregojnë të zot, njerëz të zot, si në biznes, si në aspektin intelektual që kanë zonë vende të ndryshme. Sa është përfaqësim i vendet tonë me këta njerëz të suksesshëm në migrim? Po, realisht kjo është një prej që atyve aspekteve pozitive të migrimit. Dhe me thonë, sot ekzistojnë mundësit të shumta. Edhe pse jo, dhe me thonë, ata një farë forme na reprezentojnë neve atje edhe e shpërfaqin qatë kapitalin kulturor edhe gjithçka që ne e kemi. Megjithatë, Kosova apo politikat sociale shtetënore, a duhet të bëjnë më shumë që të krijojnë mundësinë e njerëzve që mendojnë që Kosova është vend që në një të ardhmen ndoshta mund të kthehet dikush apo mund të ndalet ky migrim, sepse Kosova po zbrapset, po shohim tani ka rënë në pikën shumë të ulët të popullsisë ku një nga vlera që ka konsideruar vendi i Kosovës ka qenë potenciali i rinisë. Rinia po i zbrapset, Kosova po ik. Po, realisht edhe prej statistikave të agjencisë statistikave, domethënë të Kosovës është po që të rrit janë ata të cilët më shumë po migrojnë edhe mandej kjo ka sjell domethënë edhe në kisha me qujt plakin e popullsisë, sepse nuk e kemi më atë moshën e re qyshe kemi pas disa vite. Që jemi krenu, zakonisht jemi krenu si vend. Po, realisht tash është rrit mosha dhe domethënë po shkon drejt plakjes. E kjo realisht po ndodh pikërisht për shkak të politikave jo të mira shtetërore. Domethënë të rrit kanë shumë pak mundësi në Kosovë. Domethënë ne kemi pa dhe në fakt krenohemi me shumë të ri, të cilat jashtë vendit na përfaqësojnë shumë mirë. Edhe çka është më interesant kur vinë në Kosovë, i presim shumë mirë, i presim me fotografi, me dekorata, mirë po në anën tjetër, në praktik, realisht nuk është që bëjmë diçka për ta. Fakt nuk kemi bë, sepse nëse veç kishin bë diçka, ata nuk kishin shku, nuk kishin largu nga vendi. Përpos aspektit emocional, aspektit të ndihmues që kanë për Kosovën, mërgata shihet jashtëzakonisht aktive edhe në rrjetet sociale. Çfarë nxit ata që të jenë aktiv në rrjetet sociale? Po nxit ndryshme, edhe shpeshherë nuk e mohuam që gjuma nuk është fort e butë krahasim me atyre vendore. Çka i nxit? Po realisht i nxit, unë që mendoj i nxit që ajo dashuria për atë unë edhe dëshira për me pas sa më mirë. Duke qenë se ata cilët kanë migru jashtë, veç se janë njoftu me kultura të reja, me përvoja të reja dhe kanë pa atje, kanë pa gjëra të mira. Edhe realisht
ata një farë forme mujnë me pa ma mirë edhe me bo qatë krahasimin e Kosovës edhe vendit ku ata jetojnë. Edhe mendoj që në momentin kur e shojnë që të lloj krahasimi, mandej frustrohen edhe tentojnë që ndoshta përmes komenteve edhe me paraqit një farë forme qatë pakënaqësinë të cilën e kanë me gjendjen në Kosovë. Një nga faktorët e gjendjes ekonomike të ekonomive familjare në Kosovë është diaspora. A ka bërë vendi, a kanë bërë familjet që jetojnë këtu, njerëzit që jetojnë këtu, mjaftueshëm për diasporën, përpos asaj që diaspora margata është me ne me ju vendekni, po so kemi bërë për faktin që i kanë dhënë një lloj infuzioni vendit tonë, e kanë mbajtur gjallë në aspektin ekonomik çdo familje. Po, mendoj që kemi bo mjaftueshëm për vetë faktin që me zipresi me u bo sidomos vera dhe me i prit mërgjimtarët, po këtu normalisht që po du me fut edhe këtë aspektin ekonomik. Për shkak që sado që ata veç i quajmë si infuzion, edhe gjitha remitenca, do të thonë ata që i dërgojnë, po një farë forme mendoj që këto remitenca e kanë kriju dhe një farë pasigurie ekonomike për vetë faktin që si popull mendoj që jemi pak dembel edhe presim, do me thonë, presim vetëm të ardhura prej tyre. Kështu që po besoj që unë pajtona me shumë zërat cilat thonë që nuk ish dash ndoshta me na dërgu ka shumë remitenca, për shkak që jemi bo pak ma dembel, edhe do me thonë po presim vetëm prej tyre. Për fund, si do të kishi përkufizuar, apo cila do tjetë e ardhmja e mërgatës shqiptare në vendet të ndryshme? Do t'jenë pjesë e shoqërisë e bashkëputur, apo do t'jetë pjesë e kujtesës sonë, një kujtesë të bukur që dal nga dal do të integrohen në shoqëritë ku jetojnë? Me u inkuadru po, gjithsesi, po mendoj që bashkë me ta do t'inkuadrojmë edhe ne. Duke pas parasysh zhvillimet të cilat po ndodhin edhe lëvizjet të cilat, do të thonë, sot jemi të lirë të lëvizim prej vendit në vend, do të thonë po besoj që bashkë me ta edhe na do të lëvizim tutje. Po shpresoj gjithmonë për të mirë edhe duke i marrë shembull ata. Faleminderit që ishe në emisionin tonë. Kënaqësi, faleminderit aty. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.